Nga Asamblea Socialiste në Elbasan, kryeministri Rama ka mohuar bllokimin e negociatave nga ana e Bashkimit Evropian. U lemeris dynjaja, u blokua negociatat, Doli Gjermania, hyri Gjermania. Si bëhet shpjegimi? Shpjegimi bëhet në radhë parë ne duke folur me ju dhe pastaj ju duke folur me ata, me të gjithë. Sepse njerëzit e kanë në qendër vëmendjes këtë çështje. Sepse duan që ne ta realizojmë atë për të cilën na dhanë gjithë atë mbështetje. Ta bëjmë realitet pasaportën e Bashkimit Evropian për çdo shqiptar. Atëherë që të bëhet kjo, na duhet forcë. Sipas Ramës, në sajt të mazhorancës socialiste në parlament kanë kaluar 27 ligje të integrimit evropian. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fortë, thoshin ky do të bëhet si Putini. Por ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfityroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjera të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëherë po do na ishin bllokuar negociatat? Akuzoi kundërshtarët politik për shpërndarje të lajmeve të rreme dhe deformim të realitetit publik. Tha se opozita është një katastrofë ambulante. Opozita zyrtare është një katastrofë ambulante. Nuk është çështja as se ne kemi përpara zgjedhje, se ne nuk kemi përpara zgjedhje, përveç se në vitin e ardhshëm kur do të bëhen zgjedhjet vendore, por ato kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vënë në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh. U ndal edhe tek akuzat për korrupsion. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rritet ekonomia. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur. Kryeministri theksoi se shqiptarët këtu dhe kudo në botë kanë shtetin në telefon kur vjen puna për të marrë letra. Rama këmbguli në krijimin e shoqërive të bashkuara bujqësore, ndërkohë që premtoi vimin e mbështetjes qeveritare për fermerët.